Salam aleikum hoxh, a mund të shkurtohet namazi kur shkon me nejt të prindrit në Shqipëri? Aleikum salam. Unë jap përgjigjen që vetëm gjatë udhëtimit prej Grybetit ku je ti, kjo motra që po pyet është femër, prej Grybetit gjatë rrugës deri në Shqipëri të prindët tu e shkurton namazin. Kur shkon të prindët tu, më sakta është që nëse do të toleroni me shkurtu një 3 ditë, ma shumë jo. Unë këshilloj mos me shkurtu, sepse te shtëpia e prindërve në fakt ti je sikur në shtëpinë tane. Allahu alem, nëse do të toleroja, jo unë, por në bazë të mësimeve që kisha me thonë në rregull 3 ditë, deri të stabilizohesh, qetësohesh pak. Pastaj ti je në shtëpi tane, shtëpia e prindërve tu, shtëpia jotja. Kisha me këshillu që mos me shkurtu namazin, me ik dyshimeve. Nëse gjan një hoqë që thotë s'ka problem, mundesh me shkurtu, sa të një javë, 2 javë, në rregull ti e din cilën fetva merr, cilën përgjigje merr, gjithse cili bazohet në një argument. Unë për ma qetë edhe me ik dyshimeve, këtë përgjigje do t'ja kisha dhënë. Allahu na përmirësoft dhe na fal.